Ligjërata dhe fjalimet të zgjedhura të Imam Aliut. Kurani dhe Suneti. Por profeti la ndër ju atë që lanë dhe profetët e tjerë ndër popujt e tyre, sepse ata silën kur popujt në terë, pa një rrugë të qartë e pa një flamur të përhershëm. Ky është libri i krijuesit tuaj që shpjegon gjërat e lejuara e të ndaluara, gjërat e detyruara e ato që i lihen maturisë së gjykimit e veprimit. Vendimet shfuqizuese të shfuqizuara, çështjet ku nuk lejohet përjashtimi apo butësia dhe çështjet ku pranohet butësia e ndjes, porositë që vlen për raste njerëz të veçantë dhe ato që kanë vlerë të përgjithshme, mësimet e shembujt, gjërat me vlera të përhershme e ato me vlera të përkohshme, si dhe gjërat e qarta e të përcaktuara e ato që mbahen fshehur e janë të vështira në të kuptuar. Në të ka ajete që duhen njohur domosdoshmërisht, si dhe ajete mosnjohje të cilave nuk është e detyrueshme. Në të gjen atë që sipas librit përbën barë të detyrueshme, po që është shfuqizuar në praktikën që ka ndjekur vetë profeti, dhe atë që në veprimet e profetit duket e detyrueshme, por që libri e lejon të mos bëhet. Aty janë gjërat që janë të detyrueshme për një kohë të dhënë, por që nuk mbeten më të tilla pasi kalon ajo kohë. Aty ka shkallëzim dhe dallim për gjërat që ai ndalon duke i shikuar disa prej tyre si madhore, e duke dhënë kanosje në zjarit për ndalimin e tyre, dhe duke i parë të tjerat si të vogla e duke dhënë shpresë për falje. Aty ka dhe gjëra të cilave u pranohen pjesë, sa do të vogla e në të cilat njeriut i lihet liri dhe fush e gjërë veprimi.